Selam aleikum hoxh, mund të takohemi me prindrit tan kur të vdesim ose të bëhet kiameti, Allahu të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Është një mendim dietarësh që besimtarët, shpirtrat e besimtarëve janë bashkë. Nëse dikujt i ka ndodhur që i ka ndëruar jetë të afërmit e tij, prindrit, kjo nuk do të thotë që t'i jap fund vetes, jetës, të vras veten e tij. Jo. Vrasja e vetes është ndër mëkatet më të mëdha. Allahu na ruajt. Por ajo që duhet bëj njeriu është që ta lut Allahun e lartësuar që t'i fal, t'i mëshiroj ata, të bëj vepra të mira dhe t'i lutet Zotit të gjithësisë që të jetë bashkë me ta në xhennet. Dhe në botën tjetër, nëse ne adhurojmë Allahun e lartësuar, një të vetëm, besojmë dhe pasojmë profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, veprojmë vepra të mira, atëherë na premtohet xheneti. Jannatu adnin yadkhulunaha. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an, xheneti adnit, do të hyjnë në të cilin do të hyjnë ata prindrit e tyre, besimtarë të cilët janë besimtarë të ndershëm, bashkëshortet e tyre dhe pasardhësit e tyre. Pra Allahu i lartësuar tregon që në xhennet besimtarët do të jenë, do të hyjnë. Dhe kjo na shtyn pra që t'i lutemi Zotit gjithësisë që na e mundësoj ne dhe familjarëve tanë, dashamirësve tanë, të jemi bashkarisht në xhennet.